Një nga çiftet më të përfollura të showbizit shqiptar, Ledri Vulla dhe Sara Hoxha, duket se janë në rrugën e një ribashkimi të shumëpritur. Pas një periudhe të shkurtër ndarjeje, të cilën ata vetë e deklaruan si një vendim të përbashkët për të mirën e të dyve, burime të afërta dhe raportime nga mediat roz konfirmojnë se çifti ka filluar të afrohet sërish. Kjo ka ngjallur një reagim të gjerë nga fansat dhe ndjekësit e tyre, të cilët e kanë pritur me entuziazëm lajmin e rikthimit të mundshëm. Ledri Vulla, një nga artistët më të suksesshëm të muzikës shqiptare, dhe Sara Hoxha, një figurë publike e njohur për stilin dhe prezencën e saj, kanë qenë në qendër të vëmendjes për lidhjen e tyre të gjatë, si dhe për vajzën e tyre që i bashkon. Edhe pse ndarja e tyre ishte një lajm i bujshëm, të dy u shprehen publikisht se ndarja ishte e qetë dhe pa konflikte, duke lënë të hapur derën për respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Sipas raportimeve më të fundit, dyshja është spikatur së fundmi në një nga restorantet më të njohura të Tiranës, ku janë parë duke shkëmbyer për qafime dhe puthje. Prania e tyre e afërt dhe gjestet e ngrohta kanë shtuar bindjen se Ledri dhe Sara janë duke rindërtuar marrëdhënien e tyre në mënyrë të natyrshme dhe të kujdesshme. Kjo ngjarje ka rikthyer shpresën tek publiku se dashuria mes tyre nuk është shuar, por ka gjetur një mënyrë të re për të rilindur. Është e vështirë të mohohet se Ledri dhe Sara kanë qenë gjithmonë një çift që ka rezatuar energji pozitive. Ata janë shfaqur gjithmonë të përkushtuar ndaj njëri tjetrit dhe ndaj familjes së tyre të vogël, duke krijuar një imazh të bukur dhe të admirueshëm në sytë e publikut. Rikthimi i tyre, nëse konfirmohet zyrtarisht, do të ishte një dëshmi e fortë se dashuria e vërtet mund të tejkalojë çdo vështirësi dhe të gjejë rrugën për të rikthyer më e fortë. Në fund, ajo që mbetet është dëshira e sinqertë që ky ribashkim të jetë i qëndrueshëm dhe i lumtur. Publiku shqiptar, i cili ka ndjekur me interes çdo hap të tyre, shpreson që historia e tyre të vazhdojë me harmoni dhe dashuri. Ne urojmë që Ledri dhe Sara të kenë gjetur sërish rrugën drejt njëri tjetrit dhe të na dhurojnë edhe më shumë momente të bukura si çift dhe si prindër. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.